Prokuroria e Fierit dërgon për gjykim një shtetas për veprën penale pornografia pasi shpërndante foto dhe video me përmbajtje seksuale me të mitur në internet. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier përfundoi hetimet dhe dërgon për gjykim shtetasin IM për veprën penale pornografia, parashikuar nga paragrafi i 2 i nenit 117 të Kodit Penal. Në përfundim të hetimeve u evidentua se i pandehuri IM kishte në platformat e ndryshme të rrjeteve sociale si mobile streaming, TikTok, Pinterest.com në total 111 materiale foto dhe video me përmbajtje abuzive seksuale me të mitur në internet. Me kërkesë të prokurorisë u miratua nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier kontrolli personal dhe i banesës për autorin e dyshuar, si dhe sekuestrimi i aparateve celular smartphone së bashku me të drejtën mbi hyrjen dhe inspektimin e të dhënave në këto pajisje elektronike. Nga ekspertiza tekniko-kompjuterike për 2 aparate celular smartphone, u arrit të zbulon një numër i konsiderueshëm foto dhe video me përmbajtje abuzive seksuale me të mitur në internet me fëmijë në moshë të prezumuar 10 deri në 12 vjeç. Hetimi ka zbuluar gjithashtu se këto materiale pornografike me të mitur kishin burime të ndryshme, të cilat ishin ruajtur në memorien e pajisjeve elektronike, konkretisht nga komunikimet chat të instaluara në telefon, nga navigimi i përdoruesit në internet dhe imazhe të fiksuara direkt nga ekrani i celularit. Në total janë gjetur 30 video dhe 125 imazhe me përmbajtje pornografike me të mitur, të cilat kryesisht janë shkarkuar nga aplikacioni Telegram.